Alors on danse. Para se të flasim për fabulën që kam në ekran, dy fjalë të lutem më thuaj, për ngjarjen e Erion Velis sot gjykata kushtetuese. Për ty është lajm i mirë, lajm i keq apo s'e plas fare? Jo, ishte lajm, ngjarje. Ishte ngjarje. Ishte ngjarje, madje mendoj që ishte një e premte e zezë për Halloween. ta quaj. Festa të vdekurve. Po. Ishin disa ngjarje sot që mendoj që nisën me Velia. Velia sot fitoi pik Humbuan apo me- fitoi pik apo humbi pik? Me daljen e tij në publik pas kaq kohësh, pas 8 muajsh. Unë mendoj që ai është një figurë tashmë e vdekur politike dhe çfarëdo lloj lëvizje që bën, aq më tepër që nuk ka guximin të japi dorëheqjen, gjithçka e shërben në të kundërt të asaj çfarë kërkon ai të ruaj. Ti thua figurë e vdekur politike, Erald. Dakor, po ja për shembull Lula në Brazil. U fut në burg, kur doli nga burgu Sebastian, u rikthye president. Dakor, po. Pra, duhet të them që koha politike është e kthyeshme. Forcë, po. Mund të ndodhë një dhe një. Ka ndodhur edhe Qa nuk të vret Itali. bën më të fort, ka thënë Oscar Wilde. Po. Ka ndodhur në Berlusconi në Itali, apo jo? Ka pas Nuk është fut tamam në burg Berlusconi. Ka dalë edhe Lula është e njëjta gjë, pra Lula pati probleme me drejtësinë, u përball me U drejtësinë. fut në burg më. U përball pra me drejtësinë. Po pra. Doli pas betejës me drejtësinë dhe u kthye në politikë. Është ky rasti? Nuk është ky rast. Pse? Ky në rast të parë nuk ka guxim të jap dorëheqjen. Po i ka ambicet pa parë më. Jo, çdo politikan, të paktën standardi perëndimor kështu është. Në momentin që ti ke një akuzë të tillë për korrupsion nga prokuroria, Edhe të mos e vërtet duhet të japësh dorë. du të japësh dorëheqje, Vërtet është. sepse minimalisht ju thuaj qytetarëve dëgjoj, unë pushtetin që kam nuk do e përdor betejën për drejtësinë. Atëherë nëse unë kam vetëm një fuqi morale, është jap dorëheqjen të përballem me drejtësinë dhe pastaj të rikthehem sërish. Pra ky Dorëheqjen në është këtë vend vetëm Tosnano ka dhënë. është luks. Dies pas. Dies pas, edhe ai me dorëheqje me hile, po. Lëshojmë pushtet për të bërë shtet. E kishte Po filozofi. e kishe këtë po. Nese, Erald, gjithsesi, la vita continua, jeta vazhdon. Kush ka probleme me mikrofonin? Marsidi. E dia unë të thash që në fillim. Një sekond le dio, shiko, birim brapa televizorit dhe hajde kthejmë brapa, mos shako. Le dio, ky është momenti që të plasësh pak videon e parë të Kaprit dhe pastaj të hyjmë direkt në temë. Këtë videon ku flet për Senatin Kapri një moment. Ja dëgjoni. Se unë se kuptova mirë ti sëri. Hop, nuk ka zë le dio. Nuk ka zë fare? Dëgjoj, se e njoh mirë historinë e parlamentarizmit. Kemi pasur vetëm një senat. Uje e Manjanin. Ishte zogu presidenti i parë. Ishën 18 senatorë, një të tretën e zgjidhte presidenti dhe ishte për turp të Zotit. Që baftore e senati ka qenë i Shqipërisë. Dhe të njëjtën gjë kërkon ta bëjnë tani sepse duan të garantojnë me mandat senatori që mund të jetë i gjatë, sigurisht do kishte një paprekshmëri të re nga kushtetuta, sepse kjo është. Pastaj, themra e Akilit për ta përmbyllur, themra e Akilit dikush është se ti duke ndryshuar funksionimin e parlamentit, do ndryshosh edhe mënyrën se si lidhen institucionet me parlamentin. Dhe do thotë që do preket institucionet në drejtësi, atë që deri më sot ata kanë kërcënim, siç është Spaku, në mënyrë që ta marrin në kontroll të plot. Ja, për shembull tani kjo Kapri, ti ndoshta ke të qartë, po për shembull unë që Jepi, zbërthejmë. jo ta zbërthejmë pak të se nuk e kuptova me shqive ka për shembull Senati, pra ndryshimi i kushtetuese, këtu duhet të jetë ndryshim kushtetues apo jo, me kapjen e Spakut ose si thua me limin e Spakut, nuk e kuptova dot mirë. Do e shpjegosh pak fjalë thjeshtë? Sepse në momentin që ti ndryshon mënyrën e funksionimit të parlamentit, automatikisht do ndryshosh edhe raportin që kanë gjitha institucionet e pavarura, Po? që japin llogari në parlament. Po pse je detyruar ta bësh ti? Po sepse do kesh dy dhoma, ku do raportojë Spaku tani, do raportojë në dhomën e ulët apo do raportojë në Po kjo është Senat? detaj, kjo është formalitet. Po kjo është vetëm fasada, sepse ti po ndryre në kushtetut, Po? të ndryshosh parlamentin, detyrimisht do ndryshosh edhe nenet përkatëse për sa i përket institucioneve të drejtësisë, edhe shumë të tjera. Pra atëherë nuk ka lidhje direkt me Senatin dhe me Patjetër, pra është fasad. jo fasad, më fal. Ti thua që kjo është alibi? Alibia, pra, këta alibia nuk është se e duan. parlamenti. Berisha, të kujtojmë për një publik që ndoshta nuk e ndjek dhe s'ka arsye ta ndjeki, që Berisha deri më duket dje doli para mediave tha dhe unë jam dakord për Senatin ta, dhe jam dakord edhe me këtë 100 deputet ta, mos ketë më shumë. Zvogëlimin e numrit. Zvogëlimin e numrit të parlamentit. Edhe do mos ullet. Po jam dakord edhe për Senatin ta. Tani, ti thua që këtyre ju duhet për të futur duart në drejtësi, ju duhet të shpikin thua ti, ta kuptojnë Të njerëzit. ndryshon arkitekturën e shtetit në mënyrë që të kapë. Arkitekturën e shtetit pse? Po Pse është sepse- ndryshimi i Republikës kjo? Po pikërisht pra, ndryshimi i parlamentit do të thotë që ti krijon një republikë nga e para. Do të thotë që ti do ndryshosh. Bëhet tjetër prezidenti nga populli? Nuk e di për të gjë, se s'kan thënë. Lajmi vetëm tu është që Berisha dhe Rama kanë një marrëveshje.
Dhe ka një marrëveshje për ndryshuar kushtetutën, siç bën në 2008, por kësaj radhe do jetë edhe më e thellë. Pra sepse nuk është thjesht ulja e numrit të deputetëve, por është një ndryshim për të dhënë atyre një garanci juridike ekstra ligjore për të mos u prekur nga drejtësia. Sepse një senator, pra presupozojmë që do ngrihet senati. Me sa vetë presupozohet bëhet senati, apo këto janë detaje teknike, nuk ka rëndësi. Detaje, por mendohet që gjithmonë një senator ka një mandat më të gjatë se një deputet. Pra ti në vetvete nuk je kundër krijimit të senatit apo jo? Jam kundër edhe si parti. A ti je kundër dhe në parim? Njerë që jam kundër totalisht ides, sepse bëhet fjalë tani për një ndërhyrje për të kapur edhe atë pak gjë që kanë ngelur pa e kapur në Po Shqipëri. cila pra? Spaku pra. Po gjithë kjo bëhet për spakun. Po se ti mendon që nuk është i kapur? Nuk është i kapur. As pjesërisht. Pse ke akoma dyshim, çan? As pjesërisht. Ke akoma dyshim? Patjetër, unë sa po shpjegova kur ishte kulla këtu. Unë jo thash pra. Jo, ka një ndryshim. Unë nuk them që është i kapur. Unë them që luan në mënyrë të tillë, pra ka pavarësinë e vet, ka autonominë e vet, por gjithmonë në funksion të njëshit. Njëshit të mos preket sa është detyrë. Jo, një sekond. Të tjerët nuk kanë asnjë rëndësi. Kjo është analiza ime, mbase e kam gabim. Ka vetëm një imunitet total, thua ti, që Po pra, ka drejtuar. po pra. Unë kështu e analizoj, nuk e di pse ti analizon ndryshe. Se faktet janë Mënyra kohë si e forte. shtron ti është që spaku do të zgjidhë të gjitha problemet e Shqipërisë. Jo, nuk e thash të, nuk e Por, thash të. Tani, nëse do ishte Paku, është bërë për kontrolluar. zyrtarët e lartë, valla? Po, është bërë për Bukur, zyrtari i lartë. E kam thënë edhe në parlament. Më fal, zyrtari i lartë, është dhe kryeministri? Patjetër më. Ka, më Ti fal. jap të drejtë. Ka këllë që spaku të kapi kryeministri në detyrë? Të do presim. Këtë kam thënë dhe unë në Jashtë parlament. detyrës po. Nuk po them që kur si janë detyrë të harrojnë të gjithë. Aty është parimi. Nuk Aty është shtrohet parimi. kështu, nuk shtrohet kështu. Mi më nesër unë s'do të bëj debat me ty, do lë jo. Marsitin dhe Sebastianin. Për ta përmbyllur dhe mund ta marrim. Të dy kanë mbaror juridik, po pas Sebastianin Kam interes nuk e ka shumë të pasion. dëgjoj edhe nga çunat mendimin e tyre. Nëse spaku nuk shkon deri te Rama, unë mendoj që nuk ka drejtësi. Dhe mendoj që është detyrë e spakut në këto kushte sa ka arritur deri tani të shkojë deri te Rama. Por çfarë ka arritur spaku deri tani? Duke arrestuar nivele të tilla. Pra, kemi një zëvendës kryeministër në Arati, kemi Belinda Ballukun sot me akuzë direkte nga spaku. Kemi numrin 2 Erion Veliaj të futur në burg. Gati 60 zyrtarë të lartë e Edi Ramës, kryetar bashkish dhe ministrash. Po dakor. Që janë në burg. Edhe? Dhe kjo që ka ndodhur në 3 vjet, sa s'ka ndodhur në 30 vjet bashkë. Dakor, pa. Pra sepse plaga numër 1 e Shqipërisë ka qenë pandëshkueshmëria, këtu bëhet çfarë të bëje, nuk të prekte njeri. Po, pra. Ja pra dikush të prek. Po, pra. Nëse Po spaku i do pari ishte i që kapur, ka këtë flamunë në dorë, më fal që po pse ndërpres. do kishte interes Rama Më të fal, kishte akuzë? Ramsi 4 është i pari që ka vite që mban këtë flamunë në dorë dhe thot: "Unë nuk do jem avokati juaj, as Partia Socialiste. Ju po u kapët, zgjidhni vetë problemet tuaja." Pra, ai fiton pikë për në këtë kuptim, unë s'e kuptoj për çka gëzojeni ju. Unë mendoj se po merr kohë. Sa më shumë goditen poshtë ushtarët e tij, aq më shumë fiton ai. Ai po merr Një lloj kohë. sakrifice. Po çfarë thot ai? Si po merr kohë, ai po merr dhe zgjedhjet. Po merr. Njëra pas tjetrës, Kjo si është kohë. tjetër pasaj se Jo, nuk. si Se që ka kjo tjetër. është detyra e gjithëve ne pasaj se nuk mund të presim nga spaku të na fitojë zgjedhjet. Tani çështja ashtu, ç'a do bëj ai? Do dalë ta kundërshtoj publikisht, nuk e bën dot. Sigurisht nën rrogus bën gjithçka, siç po bën edhe këtë paktin politik me Berishën, që të gjejnë artificën në kushtetut për të kapur drejtësi. Më thuaj tani, para se ja fjalën çunave, më thuaj pak të lutem, pse pra ti nuk je edhe në parim dakord fare për krijim senati e Fare, për ulje. fare. As për uljen e numrit deputetëve. As nuk është problemi i Shqipërisë. Mirë, fare. okay, tani më thuaj pak. Ju vetë si parti Mundësia, Po. ty dhe Agron Sheja, vëlla. Po. Çfarë ju shqetëson në këtë pikë? Na shqetëson që një gjë pozitive që ka ky vend spaku, aq sa e Po lere mos pakun një Po herë. lere. Ç'është shqetëson të bëhen këto një herë? Nëse bëhen këto mo. Po se nuk janë këto probleme e Shqipërisë, dhe këto kanë një prapavi tjetër, ta thash tani. Ti mendon se vërtet problemi i Shqipërisë është ulja e numrit deputetëve dhe krimi i një senati dhe do zgjidhë problemet e shqiptarëve? More kapri, të them diçka të lutem, do më ndjekësh pak. Po, patjetër. Sot Fleming, zëvendës ndihmësi amerikan i Ke shtetit, konfirmuar të se dëgjova që e theva. ka dalë gjithë në ndërë dhe nuk ka Në përgjithë të rregull, në rregull. Do ta jap dhe kontekstin pse është kjo, okay. Okej, ka qenë dhe spaku. Po. Tani, mos futem në konspiracione, sepse nga burimet e mia i ka thonë, përveç se ka takuar spakun e kështu, se ai ka qenë, se thuash, kryesore, takimi kryesor, ka i kthyer dhe te Ministria e Brendshme. Po. Tani, nga burimet të pa, jo zyrtare, tani, do të thonë kjo, dhe unë i kërkoj ndjes dhe ministres që se na ndjek, se nuk është se unë po e thash unë dhe është e vërteta, mua thjesht ma than, Ti raporton si thosh një burime nga ministria, njerëz që njohim atje e kështu, na thanë që shiko, ai ka thënë ministrit me shumë diplomaci, që këtë e them për të dhënë kontekstin ty, që i ka thënë shiko, mua, do të thënë, ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ishin shumë të kënaqur nëse nuk do, nëse juve do kryeni të, se thuash, veprimet tuaja dhe në fund mos keni absolutisht asnjë lloj ndroje për të ekzekutuar gjithë vendimet që ju vinë nga spaku. Pra gjithë
gjithë këto që vin nga spaku. Ky ka qenë mesazhi, po unë e thash më shumë e fjalë thjeshtë se kjo është detyra ime. Jo, mesazhi ka qenë çfarëdo që bën spaku, ju mos e dilni kundër. Me pak fjalë. Po unë çfarë thash? Okej. Po thuaj më shqip. Unë e thash dhe më shqip akoma se her pas here policia mund të marrë dhe urdhra. Thonë mos e zbato këtë gjë. Qartë, e kuptova ku do dalë. E kupton çfarë po them? Jo, e di pse ka ardhur në Tiranë. Jo, pra këta kanë jo, po prisë nuk më lejë shtytimin deri në fund. Se s'duhet bëm bezitshëm. Pra, ti me të drejtën se je deputet më dhe bravo të qoftë, dhe agroni dhe gjitha këto, dakor? Thoni që kjo është alibi se të duan të prekin këtë lloj drejtësie, pra. Duan të prekin sistemin e drejtësisë. Sistemin e drejtësisë, le ta themi kështu për të. Dhe ndërkohë dilin në mbrojtje të sistemit të drejtësisë apo jo? Që s'duhet prekur kjo gjë. Patjetër. Problemi është, ju nuk keni asgjë në dorë realisht, në fakt në dorë e kanë gringot. Pra nëse do e mbrojnë spaku, ti dhe përpjet Berisha dhe Rama, nuk ke ndryshim, pra nuk bëjnë dot gjë. Qëse ata thonë, kujdes, vije kuqe, këtë mos e prekni, nuk e di se sa po më kupton. Pra fika juaj është e panevojshme dhe e parakoshme, nëse vërtet janë gringot që po e mbrojnë spakun. Ja t'jap dhe unë një argument. Se mendon ti që Rama dhe Berisha sa do marrë veshje të bëjnë të prekin spakun? Ata mund të bëjnë gjithçka, por nëse amerikanët i thonë, jo, këtu mos prek se ke punë me ne, është vije kuqe, pra se thuash, nuk e di sa më kupton. Shumë qartë. 30 sekonda. Po. Fleming ka ardhur në Tiranë sepse për një muaj duhet zgjitet kreu i spakut. Dhe PK-s. Para 3 vitesh, ka vajt ambasadorja në KLP dhe prania e saj garantoi zgjedhjen e Dumanit, ndryshe nuk do të ndodhte. Situata u acarua aq tepër sa ministri e jashtme atëherë, Olta Xhaçka, bëri deklaratë publike duke thënë që ambasadorës i ka mbaruar mandati. Ka dhënë mesazh që ajo nuk është ambasadore këtu. Fleming ka ardhur për një të gjë. Pra, spaku është investimi më i madh i amerikanëve në Shqipëri. E dim këtë, po. Dhe nuk duan ta humbasin. Dhe duan të garantojnë që trashëgimia që ka lënë Dumanit të vazhdojë. Pra, ky institucion të mos kapet. Kaq e thjeshtë është kjo. Pra, ky është dhe një lajm i mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë ta mbajnë investimin që kanë këtu. Pra, shqetësimi ju e bie atëherë kap. Jo, tani çfarë ndodh me ndryshimet kushtetuese? Nëse shkojmë drejt një plani diabolik. Ramsi president nga populli, senat. Po. Dhe e di çfarë do të thotë kjo? Po. Zvoglimi i numrit deputet. Imunitet ekstra. Mund ta vënë në kushtetutë që presidenti, ashtu siç është shumë vende europiane, nuk mund të preket. Nuk mund të ndigjet legalisht sa kohë është në detyrë. Plus ligji shqiptar thotë që dhe ti thua këtu s'mundurin dot amerikanët. Ja ta mbaroj ta. Okej, dakor. Më ta bëjmë bisedë burr. Okej. Se sa bukur e the. Ligji shqiptar thotë që për çdo aferë korruptive, nëse ka kaluar 10 vjet, ti nuk mund të ndigjesh. Që do të thotë që çka ka bërë Rama këto 12 vjet, pra aferat më të mëdha, ku diun, incineratorët, tenderat, investorë strategjik, tashmë shuhen. Shuhen pas sa kohësh? Në momentin që bëhet president, thoti. Jo vetëm kaq, sepse merr imunitet ekstra ligjor dhe ti nuk mund ta ndjekësh sa kohë ai është president. Dhe që i bie 2 mandate nga 5 vjet. Fiton edhe kohë ekstra, do thotë që për një aferë korruptive nuk mund ta ndjekësh më shumë se 10 vjet. Pra, nëse zgjidhet president, po them në 2027-ën, po aludoj. Ai ka në dorë. Nuk është se e për nëse një prokuror kërkon ta ndjek penalisht për kanabizimin e Shqipërisë, ka kaluar 10 vjet, nuk e ndjek dot. Qartë. Pra, si thua, lahet nga këto mëkatet. Ti thua do ta bëjnë këtë, ti thua qëllimi është që të bëjnë këtë? Një president nga populli me mandat ekzekutiv, që nuk e dim çfarë kompetencash mund të vendosin që të cakton kryeministrin, drejton politikën e jashtme. Siç është në Francë, siç është në Malezin duke të shkuar. Mund të vendosë edhe një 7 vjeçar etj. Sigurisht, ky lloj presidenti ka një imunitet ekstra dhe nuk mund të preket nga drejtësia sepse mund të konsiderohet si kjo ishte brillante këta kapri sot. Për shembull, kjo s'më shkon në mendje kjo artifica. Bravo kapri, jep pa parë. Ti mendon ti parashikojnë do ta bëjnë këtë gjë? Sigurisht, pse jo? Po Berisha ç'a do japin shkëmbim? Berisha ç'a do japin shkëmbim? Tani ta them, alibia është kjo. Ne po shkojmë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, një kriter është edhe kriteri politik. Pra ti do të kesh një demokraci funksionale, do të thotë kesh një bashkëpunim, dhe ata e përdorin këtë, ulen bashkë, thonë ja, opozita dhe opozita bashkëpunojnë, bëjnë reforma të mëdha, po ndryshojmë arkitekturën e shtetit, e të tjerë, do ndryshojmë edhe kodin zgjedhor, pse jo, gjitha bashkë me radhë, dhe në parim europianët thonë përderisa ata janë dakord, nuk ka pse të mos ndodhi gjë. Sa për pjesën e dytë pasaj të spakut, ka diçka tjetër. Ta nuk është se do ndërhyjnë direkt te spaku. Ç'do bëjnë? Ndërhyjnë te KLP-ja. Te kush? Te KLP-ja, te Këshilli i Lartë i Prokurorisë. KLP-ja. Sepse ata e zgjedhin kreun e spakut. Ata kanë 10 antar dhe ndryshojnë formulën e zgjedhjes tyre. Si mund ta bëjmë për shembull? Jemi që jemi në këtë hipotezë. Se në hipoteza jemi të gjitha këto, po janë shumë interesante.
Po ke formula sa të duash. E rëndësishme është që mjafton që ata të kapin 6 për tyre, në mënyrë që të kapin kreun e spakut. Po se si kapin tani? Mos haro një gjë. Thelbit e spaku është kreu i spakut. Sepse atje janë 20 prokurorë, ne dim që 4-5 prokurorë janë dalluar. Të tjerët nuk se kanë një ambicje dhe nuk se kanë bërë goditje. Si çdo ekip futbolli. Bravo, që dallohet. Ka 2-3 pikat forta. Dhe në spaku ke 2-3-4 prokurorë që bëjnë diferencë. Më kupton? Dhe në qoftë se ti u pret duart këtyre, pra ta i izoloni, bën sigurisht që do arish të duke llogaritur edhe pjesën që tash përmes ndryshimeve kushtetuese të garantosh mandat ekstraligjor. E njëjta gjë edhe për senatorët. Pra, një senator Berisha me në mandat, mund të jetë Berisha, mund të jetë, mund marrë një mandat ekstraligjor që i garanton sa kohë është në detyrë mos prekje ligjore. Kjo ishte perl. Nuk ka nësi do ndodhi apo jo, po duhet thëmë bravo Kapri, Abstragimi po është... sepse fatikisht shumë rëndë do të që një njeri politik si që është Kapri tani, pra të kudzoj të hynë hipotezat tilla, zakonisht njerëzit politik kanë një gjuhë të drujnë, kanë frikë të hynë në këto. Kapri tani po bën analizë brillante. Nuk ka nësi ndodh apo jo, hipoteza e ka, se nuk është se Marsit, pavarësisht nga kjo unë dua të di ku është kontradikti e Kaprit. Ku gabon Kapri, në kuptimin, jo gabon kështu se nuk gaboj fare, ishte shumë i qartë. Po ku, se thuash, çfarë nuk arrin do të parashikoj, një detaj që e rëpërmbys të gjithën këto. Unë mendoj që në radhë parë, referenca në raport me kontraditën e këtij pakti, pra do të thënë, nuk kanë qenë të vëmendshëm në kuptoj edhe një kontradikt tjetër. Numri i deputetëve ul me idenë që janë shumë për shtrirjen territoriale dhe për numrin e popullsisë që ka Shqipëria. Nga që 40-100 është propozata. Po, ndërkohë që kur pretendohet që të krijohet dhe një dhomë e dytë, bikameralizëm siç njihen ndryshe, ose përfaqësimi nëpërmjet dy dhomave, është që do ketë dhe një numër caktuar në dhomën e dytë. Pra votat shkojnë njësoj. Pra pak a shumë ideja është që si edhe njerëz, pra 100 deputetë. Pra vendet janë po 6 senator, po them vetë njësoj. Thjesht do jenë 100 deputetë dhe zem do jenë edhe 39 senator. Pra po prapë 140 do jenë. Atëherë kur do jenë po një datë numër në raport me popullsinë, se është e nevojshme? Kjo është një lloj pikpamje që garanton analizën e zotit Kapri, sepse realisht bëhet që për një numër të caktuar deputetësh ose më saktë për figura të caktuar politikanëve të jepet një mandat ekstraligjor. Pa të kenë një imunitet edhe më të zgjeruar se sa pjesë. Edhe ti je dakord me Kaprin kur thotë që mund të me ndryshime kushtetuese mund të kapi një imunitet ekstra, një ekstra imunitet po themi. Po, por ka një argument më të madh për të rrëzuar. Kjo që thash, që shpërndarja është po e njëjta, pra përpjesimi i mandateve nuk është se thjesht krijohet një parlament me numër më të ulët. Thjesht bëhet ky lloj ndryshimi, pra ky lloj shitje. Ne e kuptuam trukun, Po, truku, e para. E dyta, ka të drejtë në raport me ndryshimin, pa që nevojitet pretekse ose alibia është kjo, por realisht duan të fusin duart në sistemin e drejtësisë, pa të mund ta bëjnë edhe pa pasur nevojë për këtë. Bravo. Si mund ta bëjnë? Sepse SPAKU tani është rradha jote të hysh në krijim. Jam dakord, sepse SPAKU është një komision, është si thua një institucion ad hoc i përkohshëm. Pa nuk ka jetë gjatësi institucionale, njësoj si kanë institucionet e tjera drejtësisë. Po si mund ta bëjnë? Dalin hapur fare? Jo, ata thjesht mund të bashkojnë votat në lidhje me kufizimin e mandatit, kufizimin e kompetencës. Me kodin e ri penal. Me kodin e ri penal, për shembull, për ndryshimin e, në fakt, për ndryshimin. Është tani, nuk është e re. Tani, është i saktë. Ndryshimi i kodit penal. Mund të ndryshojnë sanksionet e dispozitave penale. Në moment që ti ndryshon siç duan të heqin këtë pra shpërndanim detyrës. Shpërndanim detyrës. Mund të ndryshojnë kodin e procedurës penale duke bërë një sistem liberal. Për shembull, ajo që themi në emision, që për vepra të cilat autori nuk ka rrezikshmëri shoqërore, pa që të jetë pjesëtar një organizate kriminale të ketë. Qartë, këtë vranë njerëz e kështu po. Edhe liberalizojnë, pra nuk kanë, unë mendoj që më shumë se sa për të kapur sistemin drejtësisë, kjo është inkoherenca që mendojnë që ka zoti Kapri, është thjesht për të marrë për vete një mandat më ekstraligjor, pa të ketë më shumë garanci ligjore dhe të kenë të shkruara. Për të mbrojtur më shumë veten. Po, pra unë nuk mendoj që është synimi kapja sistemit drejtësisë, sepse kanë mite të tjera ligjore, po është thjesht duan dhe më shumë kompetenca ligjore dhe një siguri dhe garanci në lidhje me pozitat e tyre politike. Pra e preashtoj pjesën e kapjes SPAKut. Po, një sekond. Kjo që dhe ti në një fam mënyre quhet kapje e një lloj SPAKu apo jo? Ajo kjo se nuk do i lënë më mundësi që SPAKu të bëjë këtë po bën. Përfitim me një imunitet ekstraligjor, pra mos e ketë vetëm Rama, pra unë e çoj për te analizës që sapo the ti, po të kenë garanci dhe 5, 6 ose 10 persona të tjerë, që mund të jenë senatorë të përjetshëm. Dakor. Një ndryrë të vogël. Dhe pastaj Sebastian. Pra fal, që ta thjeshtoj ta divulgoj. Pra Berisha i thot Ramës, jemi dakord, njëshi mos preket. Po që unë të t'jap të fuqi do dhon një garanci, si 2, 3, 4, 5. Logjik shumë e saktë. Jo, ajo që dua të shtoj është kjo. Ka ekzistuar plani. Do t'ulet tavolin. Kjo është ideja. SPAKu si institucion ad hoc pothuajse e mbaron mandatin në 2028. Pra gjithë plata e këtyre prokurorëve në 2028 ikin.
ikën mbyllë si SPAK, thua dhe i Jo, fare? se SPAK vazhdon, por këta prokuror që kanë bërë... Do vinë të rinj, apo jo? Po pra, kush janë Se këta të qesh. rinj? Kush do jenë këta të rinj? Po pse kush ishin këta që erdhën? Një fjeti? Po prit tani, sepse do kenë tjetër kujdes, mos haro. Po thelbi është kjo, që prokurorët e SPAK-ut kanë kërkuar mundësinë të rikandidojnë. Që të rikandidojnë, duhet të prek edhe një kushtetuta, duhen 93 vota në parlament. Qartë. Ta s'kan dërmën të japin dhe madje plani ky ka qenë që pas 3 vitesh ne mos ndryhim fare, edhe këta do ikin vetë, Dhe i mbaron mandati. mbaron mandati dhe nuk na bën më gjë. Problemi është që janë dhe 3 vite dhe tani po u duket shumë. Do na këpusin për 3 vite. E kupton? Po kush e ka këtë frikë? Rama dhe Berisha pra, veçanërisht Rama. Se Rama i kërcënon. Ndoshta veçanërisht Berisha, sepse Rama është në pushtet, e tham, Po, është në pushtet, por derisa Ramës po i kputen krahët, i majti dhe i djathti, ai bën një deduksion që radhën e ka mund tani. Ore kapri. Po pse mos? Jo S'është legjitime kjo. kjo? Më shumë në zgjedhje kësaj natë, fitoi 83 votet, ai kputën velin më kur. Aman më kapri, po çfarë prisin më shumë? Çfarë prove prisin tjetër që sa më shumë bien, sa më shumë ushtar bien, aq më shumë rritet. Thënë edhe veta i Partia Po Socialiste. pse të pranon ti këtë logjikë se ti Ore, e pranoj je këtë gjë. Madje ajo që mua më, domethënë, që më vjen edhe nuk e pranoj dot është si ka mundësi që pas gjithë këtyre arrestimeve, pas gjithë këtyre skandaleve dhe vërtetimeve, ky rri edhe shton vota dhe korrupsioni nuk ndal. Po këtë po themi pra. Sepse ky është sistemi i tij pra. Dhe tani ai e ka. Është emra Akilit. Patjetër. Kjo do Dhe ky është problemi themelor i Republikës tonë, korrupsioni. Dhe ndaj them unë që pa shkuar te Rama nuk mund të ketë drejtësi. Tani, unë jam njeri që kam një logjik të ftohtë në sensin që derisa shoh që kanë këputur 1, 2, 3 afër ti, Po. më bën të besoj që do shkonte tek ai. Po kur më kur? Po nuk guxojnë më kapri. Unë thash, uroj ta bëjnë. Unë thash, nëse nuk e bën nuk është drejtësi. Kjo kaq e thjeshtë është. Po të shkojnë, duhet të kenë një donsi, më duhet të kenë një kudiun, një gjë, më duhet të kenë një indicje, si të shkojnë? Të shkojnë vetëm se është kryeminist. Ore, ka lënë gjuhën ky njeri, më dini që ju? Kanë lënë të nënkuptuar këtë gjë që Që? ne do veprojmë me provën. Do të thotë sa të administrojmë provën, do veprojmë. Kaq e thjeshtë është. Po për këtë çështje, për ka afera akuzohet Ramsi sot? Kur e kam pyetur unë Dumanin, për drejtë. Pikërisht po. Ç'a tha? I kam thënë që vazhdon, është Rama një vije kuqe, pra kur ju e shikoni mundësinë për të shkuar deri te Rama. Unë ka thënë nuk kemi vit kuqe, për ne vija kuqe është vetëm prova. Në momentin që kemi provën, ne nuk ndalemi para askujt, pas kujdo dhe çfarë pozicioni ka. Provë s'ka, kështu që Sebastian ky është momenti jot. Lidhur me këtë që thot Kapri, ë? S'paril dua ta uroj një herë si deputet ri se nuk kam pasur fatin ta uroj dhe është kënaqësi të kemi në parlament. Faleminderit. Varet se si duam ta shohim. Fakti që ne kemi bezdik të klasë politike nuk do të thotë që ne... Më falë se më thonë, korrigjo Kaprin, më thotë dikush se ka 11 veprimtar në KLP. Okej. S'kam gjithë kryetarin 11, po thash 6 duhen që të bëjnë punën. Okej, dakor. E korrigjova. Pasur shumicën. Fakti që ne kemi bezdik të klasë politike nuk do të thotë që ne ta kthejmë në Republikë prokurorësh. Italia ka kaluar një reformë në drejtësi pas disa dekadash për të kufizuar deri diku pushtetin e prokurorëve, le ta themi. Drejtësinë e japin gjykatat dhe ne kemi probleme me gjykatat, pasi akuza mund të ngrejë akuza sa të dojë, por gjykata është më e rëndësishme se prokuroria. Pikërisht. Basha është i pari i cili ja krijoi këtë strofull në 2017 kur bëje reforma në drejtësi, klasës politike duke i thënë më sillni mua, sepse do ju bëj edhe një parlament të ri, edhe një republikë të re, edhe një senat të ri dhe çfarë doni ju. Nuk fitoi punët e veta se si, por ai ishte ofertuesi i parë që e hodhin tavolinë. Dhe si ofertuesi i parë me Republikën e Re, i tha edhe Berishës edhe Ramës, kjo që po vjen tha është e rrezikshme. E bllokuan me Kalister Plusi, reforma në drejtësi etj etj, po tha, me që po i ndryshojmë sa gjëra, tha, ti ndryshojmë gjitha që duket sikur s'ka ndryshuar asgjë. Ju shkoni senator, bëni të përjetshëm, keni imunitete dhe gjëra dhe nuk ju prek reforma në drejtësi. Nuk e di kush e pengoi. Pra kjo ofertë e Bashës, nuk e di se kush e pengoi këtë lloj oferte. Në Shqipëri që ne jetojmë faktikisht, unë jam më shumë i tezës që të zgjidhen politikisht disa gjëra se sa me kopaçe. Është e rëndësishme që përballë prokurorisë dhe akuza të gjej se me të vërtet kush na ka strapacuar deri në këtë pikë që jemi ne sot. Dhe gjykata ta vendosi këtë lloj gjëje. Jam kundër faktit që të kemi një senat, sepse senati është thjesht rehatimi i interesave të disa personave cilët duan të
i vegjetojnë në politik me një dorë në ekonomi, me një dorë në oligarki, me një dorë diku tjetër. Nuk e kemi këtë lloj problemi, siç edhe ju e thatë me drejtë. Nuk është ky problemi jonë. Në krahun tjetër do të ulësh numrin e deputetëve, ule numrin e deputetëve. Do të bëhesh president për të marrë një lloj mbrojtjeje ligjore. As ky nuk është problemi jonë në këtë mes. Aktualisht që ne flasim, ne kemi dorëzuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës diçka që shumë vende nuk e kanë bërë, është sovraniteti penal. Dhe kjo është gabim, për mendimin tim. Çdo të thotë të dorëzosh sovranitetin penal, do të thotë që të humbësh një nga kushtet e të qenit shtet. Ne, si shtet, për sa i përket mbrojtjes dhe ushtrisë e vendos NATO, pra nuk e vendosim ne në Tiranë. Për sa i përket financave, deri diku e vendos Brukseli, pasi nuk është se jemi ai vendi i madh që vendosim për financat. Për sa i përket diplomacisë, sërish e vendos Brukseli dhe Washingtoni, pasi nuk është se jemi sovran në vendimet tona. Në krahun tjetër, pikërisht pra, në krahun tjetër kemi dorëzuar dhe sovranitetin penal. Pra ne kemi dorëzuar të gjitha kushtet cilat të bëjnë shtet. Dhe i kemi dorëzuar me duartrokitje shumë të mëdha. Sepse kjo është një rrugë shumë e madhe dhe e drejtë për të shkuar një herë në Bashkimin Sovjetik, një herë për të shkuar në Pekin dhe tani për të shkuar në Bruksel dhe në Washington. Çështja është që asnjëherë këto rrugë nuk na kanë bërë shtete të rëndësishme që të tjerët na pyesin dhe të na marrin seriozisht. Njëherë kishim frikë amerikanët, pastaj kemi frikë gjermanët, pastaj kemi frikë italianët, pastaj kemi frikë sovjetikët, pastaj kemi frikë kinezët dhe tjerë e tjerë. Aleatët e shtrenjtë dhe të përjetshëm, të cilët i dhanë lirinë Kosovës, janë aty dhe janë të nderuar dhe mbahen mbi krye. Por çështja është që edhe ne kemi dinjitetin dhe shtetin tonë. Ajo çka i ngelet kryeministrit Edi Rama është një lloj politike fiskale. Ti pasurohesh, këti i çoj tatim taksat për ditë. Pra ti bëhu i pasur, se lekët do më japësh mua që ti shpenzoj për të pasuruar këdo që mundem dhe për të blerë lobingun kudo që mundem, dhe për të blerë çfarë do lloj propagande të mundshme, ti varfërohu se je gjysmëkundërshtari im politik dhe nuk më pëlqen llafi jot. Në këtë lloj mënyre që ne po e bëjmë, dorëzo vit pas viti, dekad pas dekade, për të mbajtur këtë pushtet apo atë tjetrin, dorëzo çdo lloj gjeje të mundshme që e kemi pasur, do vi një ditë që ju si deputet uroj të jeni jetë gjatë, do t'i kërkoni këto lloj gjërash, por nuk keni për t'i gjetur. Nuk është kaq e thjeshtë të dorëzosh sovranitetin penal. Nuk është kaq e thjeshtë të dorëzosh sovranitetin financiar. Duam të hyjmë në euro, thotë. Pra kritika e Sebastianit unë jam i shumë interesante. Të futemi në euro, kam përgjigje, famana. Ju luteni që spaku mos iki nga dora e të huajve. Absolutisht. Po ndërkohë Sebastiani ka një qasje komplet tjetër. Një ditë do themi mos që i bën vetës. Jo, nuk është fare kështu. Tani kjo po prapë shumë interesante dhe shumë e rëndësishme të dëgjosh. Puna është pra të bën ta mendosh. Kur e kemi pasur ndonjëherë sovranitetin. Që ta kemi tani. Ti thua diçka sikur ne e kemi humbur. Një vend me 0 tanke, me 0 helikoptera, nuk po them që me 10 ushtarë. Shtrove ti. Nuk është se e ke humbur apo e ke pasur. Fakti që kishe një tepri shteti apo shtetërore në kohën e Enverit, nuk do të thotë që të gjitha ti marrësh dhe ti hedhësh poshtë. Fakti që Zogu, ju e njihni më mirë se mua, se jeni historian, krijoi atë gjysmë sovranitet, gjysmë shtet që ne kishim me ato institucione, dhe kjo është gjë e mirë. Sot, për hir të një lloji narrative, do ikim Bashkimin Evropian, do ikim këtu, do ikim atje. Këto janë të trokasësh në çdo lloj dere pa qenë vetja. Është të trokasësh në çdo lloj dere për të kërkuar hua. Do na i zgjidhi punët Amerika, do na i zgjidhi punët BE. Një republikë korruptuar. Pra, po. Por po e njëjta gjë duket sot është fatkeqësi e sheh sot të shqiptarët në Kosovë. Na e solli thot njohjen e serisë, na e solli filan vend, na e solli filan vend. Ore ti punove pak për këtë lloj gjë, punoi dhe ore punuan këto diplomatët për të marrë këtë lloj njohjeje, a punoi ky shtet për të bërë këtë lloj gjëje? Pra, nëse nuk i jep ose për shembull janë debatet, na e solli thot lirin na e solli Monika Lewinsky. Lirin thot na e sollën hebrejnë të Amerikës. Lirin na e sollën britanikët. Ore, a u quan ndonjëherë UÇK-ja që të luftonte? Pra jep të paktën një herë të fillojmë dhe të mendojmë mbi dinjitetin dhe mbi shpatullat tona, për të fillojmë të mendojmë për këtë lloj gjëje. Unë e kuptoj faktin që sot kemi me të vërtet jashtëzakonisht shumë inate me këtë klasë politike. Por në të njëjtin aspekt që kemi inate me këtë klasë politike, pikrisht kjo është klasa jonë politike, duam ta largojmë. Do e largojmë me votë, e tentum 97-ën, e çum vendin, e bëm shkrumbe i erdhe. Ti. Dhe nëse mbaroj Sebastiani, je i qartë Sebastian, mesazhi jot është i qartë, falenderoj jashtëmasi, ishte shumë e bukur kjo. Ndryshe komplet, dhe prandaj pëlqen se ai tjetri brillant, ky brillant, dëgjoj, o kapri, para se të jap fjalën. Po.
se do e mbyllësh emisionin. Më lejon të lexoj diçka nga një person që s'jam detyruar, nuk jam i autorizuar ta japem. Patjetër. Që unë po ta hedh tavolinë dhe ti më thua je dakord ose si. Patjetër, me shumë. Po ashtu dhe çunat, para sa mbyllën. Në këtë rast jep dhe përgjigje Sebastianit, ë? Kapri. Në këtë rast pastaj jep dhe një përgjigje Sebastianit. Dakor. Spaku po luan për xhepin dhe nderin e vet sot, më thot zoti Çani. Përveç disave si pip, thot një emër, po nuk e përmend dot, sepse ai e thot problemi është që unë s'do ta përmend në ekran. Thjesht për etik, jo se s'do doja ta përmendja. Përveç disa rasteve, thot, pra disa prokurorëve. Në fakt, në këtë rast thot e ka fjalën për një gjyqtare, nuk ka prokuror, që duke në qartë që janë të kompromentuar dhe influencohen, pra përdoren, Spaku, thot, do godas, derisa Berisha dhe Rama, kur të bëhen bashk, derisa Berisha dhe Rama, kur të bëhen bashk për ndryshuar kushtetutën, t'i japin jetë. Pra do godas derisa këta të dy, kur ndryshon kushtetutën, t'i japin jetë, thot. Mendojë Spaku si një krijesë që po mbytet dhe po vuan për oksigjen. Të vetmit që mund t'i japin jetë, thot, janë Rama me Berishën me votat e bashkuara. Dhe do godas deri në shpresën që do mbjetoj. Me 7.000 euro rogë, për shembull, thot, po marr një nga kriteret, me 7.000 euro rogë në muaj dhe super informacion të klasifikuar, plus pëlqimin e publikut, pse duhet ta lëm punën këta njerëz? Spaku nuk do të analizuar si një institucion moral, por si një institucion racional që duhet dhe do vetë të mbjetoj. Në vendet tjera është ushtria, për shembull, që kërkon oksigjen, fonde, lavdi, fam, etj. Ne nuk kemi ushtri. E vetmja ushtri, këtu është Spaku, pra drejtësia. Këto janë gjysmë konspiracione, po mund të ja përgjigje. Pse janë konspiracione? Këto janë fakte. Ja përgjigje, pa mëra. E bukuris. Pëlqeu ty? Po. Jepi Kapri. Unë e thash në parlament, që shumë edhe në parlament dhe jashtë, kanë thënë që po kthehemi në një republikë prokurorësh. Dhe unë thash parlament që sikur të ishte kështu do ishte shumë mirë. Për arsyen e thjeshtë se problemi numër 1 që kemi ne dhe që kemi pasur është pandëshkueshmëria. Dhe sa mirë që erdhen ta grup prokurorësh me integritet, po bën një punë dhe po godas. Pastaj, Prit, pandëshkueshmëria. po, Por një bie ka pri, me qindra ngrihen. Kjo pra është ajo që unë, pse nuk e shikon dinamik. Pra, ti thua, po futen sa njerëz brenda. Po një futet me qindra dalin. Të kuptimin dalin. po dëgjoj. Dalin për ta zëvendësuar. Si kokat e idrës. Dëgjoj, unë e shikoj këtë si një proces tani. Edhe unë si proces po ta them. Spaku, jo, unë e shoh këtë kundër nga ana jote. Pra që Spaku po ndihmon shoqërinë të ndërgjegjësohet, sepse sot shoqëria shqiptare është e dorëzuar. Nuk është ky misioni i Spakut fatikisht. Nuk është ky. Kjo që lexova unë tani nuk ishte Jo, kjo. nuk është. Jo. Ndërsa ti e shef, ti ke një idealizëm brenda. Ti mendon ata njerëz e Spakut si heronj apo jo? Unë e shoh, jo, nuk Që e bëjnë për të ndërgjegjësuar shoqërinë. Jo, unë nuk besoj në teori konspirative, ose unë besoj Nuk është teori konspirative, kjo do e lexoj edhe një herë. Unë dëgjoj, edhe sikur të jetë ashtu, unë thash, unë jam pro, edhe do votoja në parlament që t'u zgjatet mandatet e tyre prokurorëve. Ore, këtë kupton qëndrimi tënd, kjo qëndrim politik shumë mirë bën ti. Dhe, Po them, hajde ta debatojmë intelektualisht, dakord, se politikisht unë e kuptoj shumë mirë, do marrësh pozicion të diskutohet. Dhe unë prandaj të kam xhan dhe të respektoj, se ti deri tani po mban qëndrime vëlla. Shumë pak deputet po shohun që din të mbajnë qëndrime vëlla. Drejt. Kapi deri tani ka kapur euro, pse ka rënë euro? Brillante, do të vazhdojmë prapë. Dhe thotë të gjithë pasojat. Kapi është një nga të rrallët që unë kur e dëgjoj në parlament mbetem e dëgjoj vëlla. Flet konkretisht, Zoti thotë, Zoti nuk fyen pa fyerje. Le mos bëj paranteza të tilla. Jepi Kapi. Është cilësor. Se kjo është pjesa ime subjektive, për ty mos e vram mendje. faleminderit. Jo, realisht, le ta ngrëm pak bisedën në rrafsh, edhe pse është fundi, rrafsh më intelektual pra, jo si qendrim politik. Si qendrim politik jemi të qartë. Pra, dalin të teza, Pra, apo tezat. rrezikon Spaku suverenitetin ton. Pra me që ja kemi dhënë SBA. Kjo ishte pjesë, po edhe Tani dëgjoj, ne në këto 30 vite kemi lënë nam, sa për shembull 2 herë kanë ardhur ushtrit të huaja për të vendosur rending këtu, 91 e 97. Tani, fakti që partnerët tanë europian, veçanërisht amerikanët, që cilët kanë një mundësi tjetër dhe e shikojnë gjërat pra për këtu edhe 20 vite, sigurisht, ndërhyn duke na marrë sovranitetin e politikës penale, për arsyeën e thjeshtë, se nëse këtu nuk do ndërhyej dhe nuk do ndërshkohej korrupsioni, tu do bëje hataja. Pra ti nuk e beson Ramsin e 4 sot dhe të parin dhe të dytin dhe të tretin që ka thënë gjithmonë
Spakun e bëm ne, reformë drejtësie e bëm ne, nuk e bëm të huajt. Po s'ka që thot ai, sigurisht ju mendoni se vërtet se Rama e donte Spakun tani. Ai e ka thënë 2 vjet para se vitin pushtet. Sigurisht këtë do thot ai. Prandaj ai, domethënë çdo kërkesë që mund të ketë Spaku. Ti thua merr çdo flamur të huaj dhe bën të vetin. Re, e dini ju që ai s'ka çu një çështje në Spak si qeveri? E dini ju këtë gjë? S'ka çu një dokument? Ka drejt. Asnjë gjë fare, asnjë indicje që thosh ky që ka një administrat të jashtëzakonshme për të luftuar korrupsionin. Ka njerëz pafund që punojnë në administrat që të luftojnë dhe të gjejnë gjetje për dënuar korrupsionin. Është praktik që ndodh kjo në vende të tjera, për shembull Meloni për shembull çon ndonjëri në prokurorinë. Ke audite të brendshme, ke drejtori antikorrupsioni, kemi pas ministri antikorrupsioni. Duhet i çon në Spak patjetër. Patjetër bëjnë gjetje, bëjnë raporte, shkojnë në Spak. Zero. Ky do ka zgjedh këtë pra që të lejë të lirë, të lejë nënën e të lirë, të gjithë ata që bien në grant në ato, në hetimet e Spakut. Jo pra se nuk e do këtë gjë tani. Edhe problemi është kjo, tani ai po shikon që ka që aktori madh është. Po i cënohet pushteti vet. Dhe ajo që ndoshta ai dyshon është kjo. Pra, cili është plani i partnerëve tanë amerikan me ardhen e Trumpit në pushtet. Sepse një dyshim ishte që me ardhen e Trumpit, Spaku mund të goditej ose mund të ulej. Dakord? Po ndodh e kundërta. Pra, ata po e mbështesin edhe më tepër dhe ka një dyshim që përderisa nuk më heqin me forma të tjera, heqin me rrugën më të ngushtë, më të shkurtër, që është përmes një procesi penal. Dakord? Dhe ndoshta sa të mos ndodhe kjo, bëjmë një lëvizje të shpejt të ndryshojmë kushtetunë, sepse kjo që sapo thashëm tani, kjo pritet ndodhi për më pak se 9 muaj çani. E gjitha. Më pak se 9 muaj. Do ecin shpejt, më beso mua, duan të ecin shpejt. Kur ti thua do bëhet 2026? Pa u mbyll ky vit kalendarik i parlamentit, pra deri në qershor, e kanë dhënë afat, duam të bëjmë reformën territoriale, duam të ndryshojmë kodin zgjedhor dhe pse jo, të ndryshojmë kushtetutën. Proceduralisht është kjo, po unë po them në avans, kur e shef në 15 vitet e ardhshme, prandaj mbaj këtë lloj qëndrimi. Por proceduralisht është kjo lloj feje. Marsit për ta mbyllur emisionin, pastaj do të mbyll dhe me një fjali. Po. Jo, lidhur me këtë që lexova unë, të mesazhin që lexova unë. Po, pra, unë jam dakord Çani sepse ekziston një filozofi e cila thotë kur e çon një entitet ose një person konkret në cepin e dhomës, nuk ka vetëm një rrugë, ose do ja marrësh frymën ose do t'hidhet sipër. Në këtë rast, në situatën në cilën e flasim, Spaku është një entitet i cili ka nevojë gjithmonë për ushqim, në zinxhirin e vet ushqimor në mënyrë që të mbijetojë. Pra, si thua, duhet lej shenjën e radhës. Në mënyrë që të jeti nevojshëm, i domosdoshëm dhe në mënyrë që të jeti mbrojtur, sepse po në goditje lart, pra, domethënë e krijon vetë artificet mendore që ne kemi, që themi, shiko sepse po mos jetë më Spaku nuk do ketë më goditje të nivelit lart. Dhe di që i vetmi ushqim në mënyrë që të shtrihet sa më shumë ekzistenca në kohë është goditja e niveleve të larta të zyrtarëve, korruptuar ose të krimit të organizuar. Në qoftë se do kishte i gjatësi të siguruar, në kuptimin mos ishte një komision, një organ i përkohshëm, po të ishte i përhershëm, unë mendoj që do ishte shumë më ndryshe situata. Pra, është më afër me mendimin tim se me Sebin pak a shumë apo. Okej, Ledio, kishim një fabul tjetër me kapër apo ta mbyllim? Më duket se jo. Nuk kishim apo jo. A Ledio? Këto kishim vetëm. Jo, këto kishim. Kapri. Po. Falë vetëm diçka, sepse Spaku ka përçuar vetëm një ide Çani. Mëshira ndaj të ligut është mizori ndaj viktimës. Kjo është ajo që i kënaq shqiptarët. Mëshira ndaj të ligut është mizori ndaj viktimës. Mëshira ndaj të ligut është mizori ndaj viktimës dhe mënyra si godet tregon që nuk duhet mëshiruar asnjëherë i ligu. Se përndryshe bëjmë mizori ndaj viktimave, prandaj shqiptarëve. Kjo është arsyeja pse i pëlqen ekzekutimi, gjaku politik. Qartë, megjithatë, mos harroj që kemi të bëjmë dhe me një shoqëri që është hetur për drejtësi, janë bërë pa drejtësi. Edhe për gjak. Gjithashtu. Nuk e dim. Gjak në kuptimin jo gjak politik. Në kuptimin e një lloj hakmarrje. Po. Për mungesën e zërit e... është legjitime, ama në është gjitha. Jam dakord. Vetëm se dëgjoj, me lëvizjet e fundit që bën Spaku tani, si është e pam, edhe sot, unë do t'ju them një fakt që nuk është konspiracion, se dhe para si është konspiracion, po ti e quajtë ashtu. Në rialokimin e fundit të buxhetit, Sebastian, nuk e se ku ka ndodhur kjo. Rialokimi i fundit të buxhetit, Kapri. Sa ka? Në komision e marrin. Tani e kanë sjellë në parlament, po. Jo. Kanë bërë një ndryshim tjetër në buxhet. Qeveria e kanë sjellë tani në parlament diskutojnë. Mua më thonë, në rialokimin e fundit të buxhetit i hoqën disa milion euro fondet
Spaku, thot, Ka të drejtë, po. dhe ju dhanë Ministrisë së Infrastrukturës. Ka të drejtë, po. E shumë të drejtë. Edhe Rastësi e bukur. dhe A është rasti vallë? I besojmë vullnetit të Gjë, botit. Spaku ka bërë vetëm pak investime në teknologji në dijenin time. Unë kam punuar para se të bëhesha deputet në një projekt të Bashkimit Evropian që monitoronte edhe buxhetet e institucioneve të drejtësisë, shumë njoh mirë. Dhe në SPAK pash që përveç pagave dhe ato pak shpenzime që ata kishin, investime në teknologji ishin pothuajse zero. Por dhe ato pak fonde që kishin i shpenzonin në mënyrë shumë të zgjuar. Dhe mbaj mend që një investim ishte për blerjen e vetëm pajisjeve, por të mos softuereve të ndryshme që ndihmonin në pjesën e Skype të CT. Pra ishte goxha mirë të orientuar, por që qeveria gjithmonë ka tentuar të prisi krahët përmes mungesës fondeve, mungesës së dhënies informacionit, bashkëpunimit e gjithçka tjetër, kjo është fakt tashmë, nuk diskutohet, është fakt. Ledio, të nisa një foto për ta mbyllur emisionin me që ngjarja e ditës sot ishte Erion Velia në gjykatë kushtetuese për shumë orë, 7 orë, më duket 8 orë është atje. 7 orë, po. 7 orë. Të nisa një foto, Ledio, që bësë duke ka për gjion e rjetit, gjuna që pata ka që fonë, ma ka njës dhe kapri, në fakt, është shumë interesante, po kjo i drejtohet më shumë një publiku mbi 50 vjeç. Mbi 50 vjeç. Të tjerë që janë poshtë 50 vjeç, e kanë të vështirë të kuptojnë që se nuk kanë njohur pak historinë e Shqipërisë në vitet para 90-s, kohën e komunizmit, domethënë. Ledio e mori foton, vetëm duhet më thot Ledio, për sa kohë ja nxori. Unë them ta mbyllim me këtë foto, për gjithë ju që e dini, ai lart është Kadria Zbiu në gjyq, është në momentin e gjyqit. Dgjë, nuk e dia jam i sakt, po më duket bëhet fjalë një të godinë, ndoshta një të ndomë, nuk jam shumë i Mund të jetë një të godinë, thua ti? Po pa. Është një të godinë një të dhomë, po. Okej. Je i sigurt o Gupi? Aty ka qenë gjykata e lartë në kohën e komunizmit. Ua, çat. Gjithë elementet përsëriten aty, përveç kapeles. Ua, pyta. Historia përsëritet pra s'ka. Çfarë viti është kjo Kapri? Tani Si ky historian që je? Zbiu do të jetë në vitin 83 ose 84. Mos është më herë ato burr. Jo, atëherë është. Në 83? 84 është, po para se të vdiste në Veroqa. Se më mirë se ai procesi u zgjat pak. Po. Nisi 83-shin, diku Jo, Kapri, s'ka 84. mundësi, ishte i ri Kadriu këtu shumë o burr. Kjo ishte gjyqi që i Gjyqi dha pra mbas që i dha legacinë në Amizalis, mbas vetvrasjes me se Mehmet Sheut, po. A, pse gjyqi Kadriut është bërë pas vetvrasjes me Sheut? Sheut sepse duhet siguroj legacia që ta kishte Amizalia. U goditën disa ministra atëre, po më thelbësori ishte Kadria Zbiu. Se ishte ministri i fundit Kadria Zbiu duhet të thënë që ka qenë ministri i brendshëm dhe shefi i sigurimit. dhe shefi i sigurimit Shtetit. për një i kohë sigurimit gjatë. shtetit për një kohë të gjatë. Tu besoj ka qenë si ministri i mbrojtjes, nuk ishte më Okej. i brendshëm, por prapë një nga 4 personat më të fortë të regjimit në 30 vite. Patjetër, po, patjetër. Ishte në atë katë qenë fortë. Edhe syzet kanë një formë ngjashme. Syzet e mënyra si sirine të gjitha dhe salla që thotë Gupi, e dyshoj Kapri dhe salla Karzik është e njëjta. Sepse aty ku janë zyra thotë kushtetueses, çka ka qenë përpara? Çka ka qenë përpara atij? Gjykata e Ka lartë. qenë gjykata e lartë. Tu është përpara gjykatës së lartë Kadria. Ue, Kapri e i madh shumë. Brillant. U kënaqem me Kapri. Historian? Është i papar. Jo më jo, po dhe argumentet që ka hedhur me senatin për këto. Kjo është intuitë e historian. Ne mbeti pak pa folur, po unë besoj do ta trajtojmë një moment tjetër shumë shpejt, se na hapur zëra që Ramsi do bëhet 2027 në President. do të kandidojë nga populli si Po, president. po, ajo është ideja. President nga populli të marrë më shumë kompetenca, pra trosh më beti është ndryshim republike në një farë mënyrë, ndryshimi i regjimit apo jo. Nga regjim parlamentar bëhet regjim prezidencial. Ose Edhe në fakt- gjysmë presidencial. Amerikanët gjysmë prezidencial, do po. të çojnë një SPAK në Kolumbi, për shembull, do zgjidhin problemet e Kolumbisë. Do të çojnë një në Guatemala, do zgjidhin problemet e Guatemalës. Gjithmonë atë bëjnë. Tani në këtë kuptim, nëse të gjitha i zgjidh SPAK, është pak problematik. Jo, Prandaj ajo Jo, që jo, e tha, ajo e tha, që mundohet ne do të bëjmë punën tonë, tha. Ajo që mundohem të them gjatë gjithë kohës është që ne gjejmë zgjidhje të thjeshta, ata vinë dhe na thonë dëgjoj, dakord kështu zgjidhet. Në këtë kuptim, ndryshimi të gjithë formës, krijojmë parlament me 2 dhoma, senat, presidenti i përjetshëm etj etj, këto i bëjnë gjitha këto për të pasur prapë duar gjithandej. SPAK-u po bën punë shumë të mirë dhe unë uroj ta vijoj punën e tij. Në fund fare, ti si politikan ke një detyrë që mos na kthesh në republikë prokurorësh dhe akuzatorësh. Na kthen në një republikë ku gjykatësi të vendosi kush ka të drejtë. Jo gjykatësi të ketë frikë prokurorit. La République de juge. Unë jam gjithmonë për të parim. Unë, si politikan, konstatoj që pandërshkueshmëria është problemi numër 1. E tham, mos e kërën, mos e kërën nga Derisa para. ta po veprojnë,
Se për tani po flasin shumë për mungesë të drejtash, etj, është duket si një lojë fjalësh. Me të ora është 23:09 minuta, ju falenderoj jashtëmase që keni qëndruar me ne, jeni pa fund të shumë që keni çuar mesazhin 068 20 02 868. Ne bashkëtakohemi të martën që vjen. Deri atëherë ruani veten toksor, la vida continua.